Një aksident i rënd rrugor ka ndodhur mesditën e së martës në aksin Fier-Lushnjë në vendin e njohur si kryqëzimi i Vajkanit. Ngjarja ka përfshirë dy automjete, të cilat janë përplasur me njëra tjetrën me pasoja tragjike. Fillimisht u raportua për 3 persona të lënduar, të cilët u transportuan me urgjencë drejt Spitalit Rajonal të Fierit, por mësohet se një prej tyre, një grua, nuk ka mundur të mbijetojë plagëve të marra dhe ka ndruar jetë. Forcat e policisë rrugore mbërritën menjëherë në vend ngjarje duke bërë të mundur izolimin e zonës dhe devijimin e qarkullimit, i cili për disa minuta u paralizuar për shkak të grumbullimit të automjeteve në të dyja drejtimet. Ndërkohë grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e këtij aksidenti, ndërsa po merren në pyetje dëshmitarët që ndodheshin pranë momentit të përplasjes. Burime spitalore bëjnë me dije se 2 të lënduarit e tjerë ndodhen nën kujdesin e mjekëve dhe po marrin trajtimin e nevojshëm, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore mbetet për të monitoruar. Identiteti i viktimës ende nuk është bërë publik, pasi autoritetet po ndjekin procedurat ligjore dhe njoftimin e familjarëve. Aksidenti sotëm rikthen edhe një herë vëmendjen tek problematika e sigurisë rrugore në vend. Shpejtësia tej normave të lejuara, mungesa e respektimit të rregullave e qarkullimit dhe pakujdesia gjatë drejtimit të automjeteve vazhdojnë të mbeten ndër shkaqet kryesore të ngjarjeve të tilla, që shpesh përfundojnë me bilance tragjike. Policia e shtetit apelon për kujdes të shtuar dhe respektim të sinjalistikës rrugore, duke theksuar se kontrollet intensive do të vijojnë në të gjithë akset kombëtare për të parandaluar ngjarje të ngjashme.